rruga ka pësuar shëmbje. Autoritetet ishin të lajmëruar për motin e keq, por nuk moren asnjë mas. Nuk informon në kohë qytetarët, nuk ndërhyn në kohë. Sot kena rrugë të shëmbura, zona të Dugaxhinit tërësisht të izolume dhe njerëz të rrezikum me jetën e tyre. Ndërkohë në akset e tjera të veriut, sikurse është edhe Qafë, Thorja, Boga, banorë dhe turistë kanë metër të izoluar për shkak të bllokimit të rrugës. Ky nuk është dështim aksidental. Kjo është pa përgjegjësi institucionale. Pra, 3 njësitë administrative ku është Pulti, Shoshi, Shala janë tashmë të izolume. Dhe kjo nuk është thjesht një neglizim, por është një braktisje që shteti i ka bërë këtyre zonave. Unë kam një thirrje për gjithë zonën e Dugaxhinit, për gjithë ato burra dhe gra të dalin dhe të flasin, të kërkojnë të drejtën e tyne për siguri, për rrugë, për jetë dinjitoze. Dugaxhini nuk e ka pas ves me lyp. Dugaxhini po kërkon vetëm atë çka i takon. Kur ju të ngriheni, pushteti ka mu dridh. Dugaxhinas, mos heshni më, por protestoni.